Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi. Ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë tek ju një letër që në fakt e kam patur me shumë intenzitet që ta sjell pranë jush. Këtë letër ma ka shkruar një nënë shqiptare e cila po kalon momentet më të vështira të saj. Do të thoni cilat momente. Kjo nënë është duke vuajtur nga një sëmundje e rëndë, sëmundja e keqe si themi ne, kanceri, por ka një dhimbje më të madhe, ka pritur për vite të tëra, për 22 vite, se mos do të vinte amnestia dhe djali i saj do të liroj nga burgu, i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasje. Por kjo nën, sot ka disa fjalë për t'i thënë këtij djali, nuk ka asnjë lloj komunikimi, nuk e ka dëgjuar djalin për vite me radhë dhe të vetmen mundësi për t'ia thënë këto fjalë e gjeti faqen time dhe unë e falenderoj. Tiron biri im. Të them birë sepse të konsideroj si djalin tim. Jam pranë shtratit të vdekjes. Jam 74 vjeç, por jeta më goditi keq e më keq se sa unë e prisja. Ishim shumë të lumtur si familje. Buri im punonte, një punë jashtëzakonisht të mirë, por gabimi që e bëm ne si prindër ishte se me dorën tonë e quam djalin drejt burgut. Do thuash, po pse me dorën tuaj, zonjë? Me dorën time birë. Sepse ne djali na lindi pas 6 vitesh. Ishim të çmendur pas ti. Investonim tek djali jon sa që nuk dinim se çfarë të bënim. Blej dhurata, jep lek, dërgoj në përpushime, tërbohe, çmende, dhe djali jon nuk dinte gjë tjetër, po se vetëm të shkon nga më e madhja dhe vetëm të shkon nga më e zjarta. U rit djali si ujë, makinë kishte që në klasën e 7. Grindeshte im shoq me policin kur e dënonin sepse e kishim djalë të vetëm. Dhe ajo më e keqja ishte se djali jon nuk na dëgjonte ne, por ne e dëgjonim atë. E fejuam që në moshën 19 vjeç, vetëm për faktin që të bëheshim vjerë dhe vjerë. Dhe aty nisi edhe tmerri i tërë familjes tonë. Nusja ishte e re, e bukur, e mirë, e ëmbël, e urtë, por ishte pak xheloze. Xhelozonte për djalin sepse djali në atë kohë kisha si yll drite. Sa e gëzuar duket një nën kur arrin që të realizoj gjën më të shenjtë. Fejesën e djalit. Nuk e mbajtëm shumë gjatë, 1 vit. Unë vishesha më si zoj, rrobat e mia si ka pas njeri në lagje. Me tregu emrin kush jam, lagja thon, kjo grua si ka mbet. Djali dilte pothuajse çdo natë me shoqëri. Nusja fliste në shtëpi. Oj mami, i thonit që të vinë në shtëpi se nuk më dëgjon, rinë rrugëve, pinë alkool, ndërsa ne ishim kundër, ne i dilnim nuses kundër. Mos ja bëj këtë gjë ti djalit ton. Ai është djali jon, ai e di më mirë vet, ti shife punën tënde, ti nuk të intereson për të. Po sot jam duke i rënë kokës me grushta. Ajo nuse ka pas të drejtë. Djali jon lëre që nuk erdhi në shtëpi, po lëre që u grind me shokët dhe vrau njeri. E vrau shokun e tij. Në efekt të alkoolit, të alkoolizuar, u vran. Dhe më e keqja është që tmerri që ndodhi në familjen tonë nuk kishte për të harruar.
Bashkëshorti im, baba i djalit, vdiq pas 5 vitesh, sepse gjatë gjithë kohës thonte, unë e vrava qunin, unë e vrava qunin. Unë ja bëra gropën qunit, unë ja shkatrova jetën qunit. Ndërsa unë mundohesha ta qetësoja, por ishte e kotë. Kaluan shumë vite, na shkoi e gjitha ajo pasuri që e ndërtuam, një pasuri që shifrat nuk nëmbrohen, na shkoi e tëra në për advokat, na shkoi e tëra në për grindje, na shkoi e tëra në për gjyqtar, dikush na gënjente, dikush na mbante me shpresë, dhe ne ishim kokë fort që djalin ton do ta shpëtonim. Deri në momentin që erdhi dënimi, atëherë unë nuk e pranoja, e dënoja, por sot them që është dënimi më i merituar. Biri nënës. Nëna po të lak të letër me shpresë që ti do ta ndëgjosh dhe ky mesazh do të vihet të këtij, qoftë edhe nga shokët. Nuk e di se si je me shëndet. Nuk e di a je mirë nga mendorja as je mirë. Nuk e di nëse të kanë ushtruar dhunë apo nuk të kanë ushtruar dhunë. Kam dëgjuar që ke kaluar ditë shumë të rënda. Të paktën ato shokë të cilët kanë dalë, edhe ty të kanë njohur, më kanë treguar të mere, edhe ndoshta shumë gjëra i kanë fshehur, vetëm që unë të mos të bëhem keq. Drita e nënës. Nëna të Rita me dashurinë më të madhe. Nëna të Rita duke e fajsuar sot veten time se çfarë bëra. Por, sot nëna të shkruaj një letër. Unë jam me kancer dhe dita ditës edhe mund të vdes. Uroj me shpirt e me zemër që Zoti i Madh, Allahu që ka krijuar univers, të t'i hap dyert edhe ti, të ta bëj ty jetën parajs, edhe të të bekoj me të gjitha të mirat e Perëndis, ashtu si çdin ai, dhe shpresoj me shpirt të martohesh, të ndërtosh familjen, dhe kur mos të lën fëmia vetëm. Sepse s'pas ka gjë më të keqe drita e syve, që në ditën e fundit të jetës mos të ketë kush të ta jep një gotë me ujë. Por unë e falenderoj Zotin që më ka dhënë forcën, se po të mos e kisha dhe forcën, unë sot nuk do t'isha kjo që jam. Për këtë gjë, po të shkruaj një letër për të lënë amanet, shtëpinë time mos t'ja shit askujt. Por në këtë shtëpi, pleqërohu ti, sepse rinin nuk e kalove tot.